Një muaj më parë, Lumi Vjos doli nga shtrati i tij duke lënë pas dëmet pa llogaritshme në kultura bujqësore në zonën e Vrakullës. Kur ka kaluar një muaj, ende pranë fermerëve të kësaj zone nuk ka mbritur asnjë ekip kontrolli dhe verifikimi të dëmet. Një muaj pas daljes nga shtrati të Lumit Vjosa, pasojat e përmbytjeve në zonën e Vrakullës vijojnë të jenë të rënda. 10 hektar tokë bujqësore janë dëmtuar, ndërsa institucionet përgjegjëse ende nuk kanë kryer verifikimin e dëmeve në terren. Përmbytjet kanë shkatruar sera me lule shtrydhe, foragjer dhe prodhime të stinës, kryesisht në fshatrat Kashisht dhe Sheq Musa Lalaj. Fermerët thonë se humbjet ekonomike janë të mëdha dhe se këto herë janë lënë në arres. Komplet 100% biznesi i përfunduar, totalisht i përmbytur. E gjitha është lule shtrydhe. E kishim në prodhim të marë, me të dalë lumi, shirat, bëm punën e vetë. Shteti është i harruar, komplet. 3 lymë sera i kam këtu, me fjalë ka qenë ujë 3 ditë, edhe 1 hektar spinaq. Nuk ardha asnjëri fare të shikojë se çfarë është bërë. 2 lymë. Me çfarë keni mbjellë? Ullin, grun, portokalle, unë ka vajta vjetet të Armando Subazhi. Dhe mbjella ja vetëm këtu. Edhe pa grurja dhe matan. Një tjetër shqetësim madhor mbetet mungesa e sigurimit bujqësor. Fermerët tregojnë se kompanitë e sigurimit refuzojnë të mbulojnë dëmet nga përmbytjet dhe fenomenet natyrore. Është bërë 20 milion lek që unë kisha punë e familjes time. Jemi interesuar për të siguruar këto serat dhe asnjëri si merr përsipër, asnjë nga këto kompani. S'na ka siguruar njërin. Jemi interesuar ato që nuk na futi sigurojmë, na ujë nuk i sigurojmë, na era nuk i sigurojmë. Keni siguruar? Jo. Në kushtet kur përmbytjet po kthehen në një fenomen të përsëritur, fermerët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për verifikim dhe dëmshpërblim.